ndonjë koment, ndonjë përgjigje nga partitë nga dje kur keni parashit 15 pikshin, nëse ata kanë parë dhe kanë analizuar atë, nëse kanë ndonjë gjë pro kundër? Faleminderit shumë. Jo, diçka zyrtare nuk ka deri në këto momente. 15 pikëshi është bërë publik nga kryetari i Lidhjes Demokratike e Kosovës, edhe si saktësi e propozimit tonë për qeveri kalimtare, por edhe si domosdoshmëri që të kaluat nga çështje politik. Mbi të gjitha janë tema të rëndësishme për vetë zhvillimin edhe integrimin e Republikës së Kosovës, pavarësisht të jetë gjatësisë së shkurtër një qeverie, por që duhet përcillen afatgjatë edhe të jenë pika nacionale, ku mendoj që asnjëra nuk duhet të ishte në kundërshtim me asnjë program politik, nëse dikush e ka vullnetin e mirë për me çu Kosovën përpara. Abdixhiku tha se nuk I keni numrat se opozitë kaluar me votë qeverinë, ndërkohë që në mbikëqendrim sekretari PDK-s tha se nëse janë 19 deputetët e LDK-s që do ta votojnë qeverinë e opozitës, ai do të sigurojë votat e pakisave pa listën serbe. Që shikojmë e komentoni këto, a janë votat as janë votat që si opozitë kaluar me votë qeverinë, nëse dështon partia e parë? Nuk kam ndonjë koment. Ne duhet shohim këtë që po ndodh ngërçin e krijuar nga lëvizja vendose për shkak të konstituimit të kuvendit, dhe tek atëherë kur të hapet mundësia që të kalohet te I dyti që mund të ketë 61 në nënshkrim ose 61 deputet, ajo është temë tjetër. Lidhja Demokratike edhe për këtë temë, edhe për këtë çështje është përcaktuar, ndërsa ajo që është pa nuk ka pas ndonjë vullnet ose nuk shihet që dikush tjetër edhe si I dytë mund të ketë një shumicë të konsoliduar e cila do të mundëson të krijimin e kuvendit ose të qeverisë. Kërcima përveç publikimit në konferencën agjendës 15 pikë, ajo është ndërzuar në mënyrë zyrtare kryetarëve të partive për cilat ju insistoni me pas bashkëpunime, dhe çështja tjetër sot po mblidheni për herën e 31, mirë po keni të angazhuar një pjesë e madhe deputetëve edhe asistent personal. A mundesh më na tregu se cila Nuk kemi nevojë që të dërgojmë në mënyrë zyrtare, sepse janë tema publike, ashtu siç janë të shkruara janë edhe të analizuara, besoj disa kanë qenë edhe pjesë e programit elektoral të Lidhjes Demokratike të Kosovës, por ka edhe elemente tjerë që kanë filluar, për shembull implementimi I lojnave mesdhetare, ku ka mbetë ngërçi politik për shkak të angazhimeve ligjore, edhe po hym në atë fazën kur mund të ketë edhe të dështime. Andaj me përgjegjësi të plotë them këto janë tema nacionale, nuk janë tema që I takojnë vetëm një subjekti politik, edhe kjo është ofertë për të kaluar ngërçin politik, ku shihet që askush me askënd nuk dëshiron që të jetë tutje. Faleminderit shumë. Për asistentëve, çka ju ndihmojnë deputetëve asistentë? Po ti je deputet? E dëgjuam komentin e Armend Zemaj, deputetit të